për fat keq u mbet çfarë do lloj lidhje e të zgjedhurit më pas me një territor të caktuar, se nëse zona zgjedhore është gjithë Shqipëria, pa një zonë të vetme, atëherë deputeti që në momentin e fushatës elektorale do shtrëngohet që të bëj fushat nga Veriu në jug, nga Konispoli në Vermosh, dhe në qoftë se zgjidhet, sigurisht nuk do të ketë një konstituencë të vogël të mirë përcaktuar në territor, por do të ketë gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Pra në qoftë se nga njëra anë na prodhon deformim të vogël të vullnetit të qytetarëve në masivitetin e tyre, nga ana tjetër është shkput krejtësisht lidhjen me territorin. Prandaj janë këto dilemat që sa herë që është propozuar një zgjidhje ndërmjetme të gjendet një zgjidhje arsyeshme. Aq më tepër për një vend si Joni që në dimensione numerike, qoftë të atyre që votojnë, qoftë si territor, është relativisht i vogël në raport me vendet e tjera. Ju thatë që ne kemi rënë dakord për një ndryshim të sistemit. Është e vërtet që ka një lloj dakordësie të tryezës së koalicionit opozitar, ku është diskutuar disa herë çështja e reformës zgjedhore dhe me çfarë kërkesash të unifikuara do të paraqitet opozita në tryezën e reformës zgjedhore. Nga aleatët, veçanërisht nga Partia Shqipëria Bëhet, ka patur një propozim të caktuar për një sistem të caktuar, që është proporcionali kombëtar me lista 100% të hapura, me një prag 4%. Ky ka qenë propozimi i tyre, propozim që në masën më të madhe ka gjetur dakordsinë edhe të aleatëve të tjerë, kush me rezerva më të vogla, kush pa rezerva fare, veçanërisht për çështjen e pragut, se kjo çështja e listave 100% të hapura, sigurisht gjen një konsensus, veçanërisht partitë e vogla, të cilat motivimin midis kandidatëve e kanë si e shohin si mekanizëm që u maksimalizon votën. Dhe Partia Demokratike, si partia më e madhe dhe më e përfaqësuar nga opozita në tryezën e koalicionit e reformës zgjedhore, sigurisht mbart detyrimin që këtë propozim ta çojë përpara në momentin që do diskutohet për sistemin, sepse reforma zgjedhore ka filluar, është duke ecur në një drejtim të caktuar për sa i përket pjesës veçanërisht financimit të partive politike, por ndoshta edhe ligji për partitë politike do preket. Do ndalem më tej ndjes të ndërhyj propozime lista të hapura